Miq, ju përshëndesim. Më në fund, jo se e solla unë, po ka ardhur. E thamë edhe herën tjetër, jam me profesor Angel Lukën, jemi tek vend grumbullimi i protestuesve. Edhe ku jemi? Ku jemi Angel, ha? Ku ka qenë vend takimi i jon ku bënim intervistat. Dhe kemi akoma vend takimin ton tu. Angel, tu po mblidhen shqiptarët që prej 2 muajsh e disa ditësh nisen për të marshuar drejt kryeministrisë për të larguar klasën politike. Stop, që do flasun tani, bold folet. Ja të flas. Tash ky është sheshi Skënderbej, drejtori që ka ndeng nga populli, ashtu dhe ja ku jemi dhe neve këtu. Ky sheshi këtu është sheshi i popullit, do të thënë sheshi i qytetarëve. Dhe sheshi Skënderbej është krenari e kombit. Ata zotërinj atje, protestuesit, ata që kërkojnë revolucion, midis të tjerave, po bërtasin që SPAK të bëj veprimet që i takojnë me ligj. SPAK nuk i bën veprimet, ka vite, ka 7 vjet që flen gjuma dhe e kanë marrë si gjumin e letargjik të ariut polar, tani të tërë këta njerëz kërkojnë drejtësi, Shqipëria kërkon drejtësi, me objektiv kryesor që të fusin në burg Edi Ramën dhe Sali Berishën si simbol i korrupsionit dhe i krimit organizuar dhe i tradhtis në vendit. Tashti me këtë rast, me që ky shesh i takon shqiptarëve, edhe ajo kryeministria i takon shqiptarëve, edhe bulevardi i takon shqiptarëve, unë kam një propozim që Altini do t'ja përcjellin mediave dhe gjithë shqiptarëve. Këtu në këtë shesh dhe atje përpara kryeministrisë të ngrihen 2 ekrane gjigande, si ato të koncerteve. Dhe bashkë me ato, domethënë në funksion të atyre ekraneve, të jenë edhe ato aparaturat që lexojnë dokumenta, aparaturat, dhe atje qytetarët njëri pas tjetrit, nga unë i pari apo i dyti, s'ka rëndësi, të fillojnë të nxjerrin të gjitha ato dokumentat, ato aktet që akuzojnë drejt për drejt njerëzit e drejtësisë, prokurorët, gjyqtarët, krerët e policisë, krerët e medjave, që fshehin gjithçka dhe SPAK bën sikur nuk shikon gjë. Kjo gjë, mendoj unë, do të sjellë një ndjeshmëri maksimale dhe qytetarët do të shikojnë çka trahur kanë bërë këta gjatë gjithë këtyre viteve. Dhe në mënyrë urgjente, SPAK-u do të jetë i detyruar të bëjë veprimet me ligj, për të marrë në arrest të gjithë personat që janë në krim të organizuar, dhe nuk po flas për krim të organizuar për rrugaçët që bëjnë një dëm 5 lek apo 5.000 lek, po ata që kanë shitur Shqipërinë, ata që kanë grabitur masivisht fondet, domethënë të pasurinë publike, edhe të qytetarëve të veçantë. Altin, ky ishte mesazhi im, çka ke ti tjetër për të thënë? Tani ideja është se këtu vetëm për një mikrofon dhe për një foni që të shkojmë tek vendi që ta vendosim këtë, që ta shtrojmë pak më gjatë, jo shumë gjatë për t'i lodhur njerëzit, por kush do ta financojë këtë ekranin e madh? Se këtu po hidhen dhe Bashkia. Bashkia për këtë? E ka për detyrë. Për të financuar një ekran për protestën e qytetarëve? Për protestën e qytetarëve. Për çfarë arsye? Po bashkia i takon qytetit. Bashkia i takon qytetit, ato fonde që argjon mal këtu me Kanye West nga 4 milion euro, le t'i financoj për qytetarët e këtij vendi, të dëgjohet zëri tyre direkt. Ky është njëri variant. Po unë besoj se këtu na qiren na bërtasin, e na mburen se po na vinë ata nga diaspora të lodhur e të mballuar, që duan që t'i japin më të mirën për këtë vend. U lordhura bujrum, e ta bëjnë ata. Ata kanë para, kështu thonë ata, ne kemi para edhe i duan për Shqipërinë tonë. Urdhra, bujrum. Me kaq shumë halli sa ka Shqipëria dhe shqiptarët, a do ditë koha që të gjithë të dilin aty të denonconin me dokumente në këto ekrane dhe a do ishte vëmendja e duhur? Dëgjojnë çik këtu, dëgjojnë çik. Tek njerëzit për ta kuptuar dhe atë se çka. Dëgjojnë çik këtu se Shqipëria nuk është aq e madhe sa duket. Edhe hallet e shqiptarëve apo numri i shqiptarëve që kanë kaq shumë halle nuk është aq i madh sa kujtoni juve. Megjithatë, do shtojmë edhe këtë tjetrën. Nuk janë shumë ata të guximshmit që do të guxojnë t'i nxjerrin letrat aty, se ka nga ata që kanë marrë të drejtë dhe ankojnë kot. Bile ka edhe nga ata që kanë kallëzuar gjyqtar apo prokuror apo pushtetar në kërkim të ashtu quajtura prona që si kanë pasur asnjëherë. Do të thënë kanë hapur kauza koti.
Kështu që bujrum aty të ndahet shapi nga sheqeri. Kush është gjykatësi i ndershëm e kush është gjykatësi e korruptuar, kush është qytetari i ndershëm që kanë grabitur dhe kush është ai tjetri që pretendon kot dhe që është vetë grabitës. Apo kam gabim? Po tani si do bëhet ky gjyqi, le të themi aty në publik? A Shiko, do të preke, le të themi, ndjeshmëria e drejtësisë, politikanëve, medias dhe gjithë patjetër, këtyre? patjetër. Ti përmende pak më Dëgjoj, lart. un kam bile edhe tani sapo bëra një screenshot, më duket nga këta drejtuesit e këtyre e protestës, ku thuaj që qeveria me anë të algoritmit ka mbyllur, ka bllokuar, ka penguar etj. Tani me të tilla marifete qeveria ka bërë namin, domethënë ka mashtruar qytetarët anë mban vendit. Dhe duke pasur qëllim që pasi ta kanë dëgjuar një 10 apo 15 vet, nga dalë të mashtrojnë të tjerët, që edhe kur e marrin vesh në mënyrë të manipuluar. Dakor. Nëse do të kemi një ekran këtu e një ekran atje në kryeministri, njerëzit do të rinë, do t'i shikojnë këtu direkt dhe ti je i sigurt që s'pak nuk do të guxoj ta mbyllin gojen. Sepse ata deri tani kanë luajtur me faktin që merret vendim. Qa u mor vendim kundër Altinit, po se çka ka brenda ky vendim? Nuk e di njeri. Ata do të një gjyq publik thua ti? Gjyq publik patjetër, s'ka rrugë tjetër. Do të ndikohet spaku nga gjyqi publik? Patjetër, gjë këtu, ja si mund ndikohet. Un kam mbi 30 vendime të shkallës parë nga SPAK që janë krejtësisht të kundërt me ligjin dhe me prova. Dhe ata nuk duan ta dinë fare sepse vendimet merren në dhomë këshillimi, çdo dhomë në dhomë këshillimi. Një gjyqtar futet atje në ashtu, e shikon apo si shikon dosi si pyet fare, ka një relator ndoshta sekretarin që i thot ky ka thënë kështu, ai ka thënë ashtu, ky ka shkruar këtë, ai ka shkruar atë dhe gjyqtari merr vendim në favor të kujt? Në favor të më të fortit, në favor të atij që pak duan, në favor të atij që ka pushtetin. Dhe kur gjërat të dalin këtu në shesh, ti je i sigurt që tani edhe një pyetje tjetër, pa do e kemi gjithë shqiptarët që janë dëmtuar nga drejtësia që ta artikulojnë aq mirë që ta kuptojnë masa tjetër atyre që do ta shohin këtë. Më vjen keq, po unë nuk mbaj përgjegjësi për 2 milion shqiptarët. Jo, Ose që po e propozon ti këtë po. Unë po e propozoj sepse unë kam forcën time, prit. Po mos pjesa tjetër, nuk vjen të zgjidh artikulojnë. Dale. Që ta mbroj. Prit. Pjesa tjetër ti je i sigurt që edhe nëse nuk e ka fuqinë artikulimit dhe nuk e njeh mirë ligjin, ka plot jurist në Shqipëri, bile edhe nga grupi këtu. Po themi që ke edhe të korruptuar pra nuk besojmë ke sistemi drejtësisë dhe njerëzit që punojnë. Ajo është pjesa vendimarrëse. Tjetër pjesa vendimarrëse, tjetër ata që janë të prekur. Domethënë sepse ai prekuri në një mënyrë apo në tjetër ka pasur dhe një avokat me vete. Pastaj këtu ti je i sigurt që të gjithë këta që janë korruptuar dhe kanë përfituar në sajt të fshehtësisë së informacionit. Domethënë të faktit që nuk ka transparencë. E kupton? Këta kanë shpikur lloj-lloj ligjesh që çdo gjë ta kenë në favor të tyre. Siç të thash, kanë shpikur ligjin për marrje vendimin dhomë këshillimi, ku askush nuk di asgjë. Imagjino, arrin deri aty sa un kam të paktën ja 2 vjet që kërkoj që vendimet të mos merren në dhomë këshillimi, po të merren me praninë e palëve. Pse? Sepse un jam një qytetar i vetëm, pa pushtet, pa para, pa përkraje politike, pa përkraje mediatike etj. Dhe jam përballë të paktën 50 gjyqtarë prokurorë që janë kundër meje. Minimalisht, se janë shumë ata. Nga këta jo më pak se 15 janë të strukturës posaçme. Pastaj prit se merret një vendim në shkallë të parë. Në fillim merret nga prokuroria. Prokuroria kategorikisht të gjitha të mjet I ka hedhur poshtë. Edhe pse unë kam fituar në gjykat, jo një herë, po disa herë. Kalon në shkallë të parë, merren vendimet dhomë këshillimi, të korruptuar. Në shkallë të dytë po ashtu dhe vete në gjykat të lartë. Ai që është në krye të gjykatës së lartë që merr vendime është më I korruptuar se të gjithë. Sa më lart shkosh, aq më I korruptuar. Sa më lart është, aq më shumë ka përfituar, më I korruptuar është, aq më I inkriminuar është. Tani, për dieni, bile unë kam hedhur një video sot time në TikTok dhe ku kam përmendur emrin e këtij filanit, quhet Ilir Panda. Ilir Panda është kreu I kolegjit penal të gjykatës së lartë. Domethënë, gjitha vendimet në fundit do përplasen atje. Nëse ti je I pakënaqur, s'ke fituar shkallë parë, s'ke fituar shkallë dytë, do vesh në gjykatën e lartë dhe atje të pret Ilir Panda. Ilir Panda ka qenë antar I bordit drejtues
të bankës Intesa San Paolo. Do më thënë është përfitus direkt ai. Qa ka vjedhur Intesa San Paolo, i ka vjedhur edhe me dorën e tij. Do kupton? Tani unë për të qenë, do më thënë për të mos i rënë kështu gjas kuturu, apo se na doli një emër edhe hajde të edhim një firmë aty e të ngrejmë një padi, unë këtij zotërisë kam drejtuar letër, përveç se kam kërkuar, përveç se kam kërkuar 2-3 herë përjashtimin e tij, 2 herë ka pranuar ky, pastaj çka ka filluar? Ka filluar lojën tjetër. Me që në ligjin penal, në ligjin e procedurës penale, është një ajo shtesa e ligji 41/2021 i kodit të ri të procedurës penale, apo shtesë në kodin e procedurës penale, dhe atje në nenin 33 është bërë korrigjimi që në gjykatën e lartë, ndëse çështjet janë të ndërlikuara, gjykata e lartë duhet thresin palët, e kupton, dhe të dëgjoj ballafaqësimin midis tyre. Tani, unë e kam bërë disa herë këtë kërkesë. Këta me që e panë që ishin të detyruar të më thrisnin mua, dhe po të më thrisnin mua, do të bënin dhe regjistrimin, do më thënë unë do merja edhe disketën e seancës, për të mos dalë vetë dovë që ben, nuk e pranojmë në fare rekursin. E pranuan disa herë, edhe odhën poshtë pas një arsye të vërtet, pa unë bazuar në ligj, tashi që u kapën matë dhe janë të detyruar nga kërkesat e mia, të mbështetura në ligj, tashi u odhën më keq akoma. Do të s'pranojnë fare. Si e ti më thonë mua? E qa thonë? Si pas ligjit thonë, pala duhet të ketë mbrojtës ligjor, që të firmosin aktet. Po pala për të cilën bën fjalë ligji është i arrestuari, i dënuari, i pandehuri, jo i dëmtuari. Një, kjo, e dyta. I dëmtuari që jam unë e kam me vull nga gjykata që unë jam palë vetë përfaqësuar. Do më thënë, unë jam palë mbrojtëse. Qa palë mbrojtëse kërkon ai? Unë jam palë mbrojtëse e ligjëruar në gjykat, e ligjëruar nga kushtetuta. Dhe 3, edhe nëse të gjitha këto që po them unë të mos dilin të vërteta, do të mbështetura në ligj, ai ligji atje që përmend ai thotë kështu që nëse pala, do me thënë i pandeuri, nuk ka mbrojtës, atëre gjykata është e detyruar të japin atij një mbrojtës kryesisht. Tani, gjykata më jep mua poshtë si mbrojtës, ta zem sikur ka të drejtë. Pse nuk e zgjedh vetë gjykata një mbrojtës atje të hedhin firmën? Pse e refuzon kërkesën time për rekurs? I gjithë veprimtaria e tyre është kriminale. Ata e din që duhet të më paguajnë mua. Veti Lir Panda, sa për djeni, ka marrë një kërkesë nga unë, ku i kam thënë, më thuaj listën e të gjitha përfitimeve që ke pasur ti nga Banka Intesa San Paolo. Ai është i detyruar ta thotë. Ai është person publik, ai është në krye të sistemit të drejtësisë dhe ka detyrimin të bëjë deklarim. Nuk më bën mua atë, pavarësisht se ja kërkoj unë. Ai është i detyruar ta bëj. Ai se bën fare. Ç'a bën? I dhe të sulm kundër meje. Dhe kjo e di çka ka emrin? Nuk e ka emrin me vjedhje apo korrupsion, e ka grabitje me dhunë. Domethënë, me ligj ai dënohet minimalisht 10 vjet. Pra ky propozimi i Angel që bëhet atje përpara kryeministrisë nga protestuesit me këto 2 ekrane, me fonije, me gjitha dhe me skane për gjithë dokumentet, ti të artikulosh gjithë se çka the deri tani për çdo dokument. Dhe të gjithë personat që janë prekurrent. Dhe për rastin tënd, ti thua që mund zgjidhet në këtë formë? Patjetër. Dhe kjo thirrje që ti thua po ja çojmë nëpërmjet kësaj kamerës dhe piskut. Ti më fal që të bëj fjalë. Ti mban mend sa herë kam thirrur unë që ju bëj thirrje gazetarëve, ore, hapini ato ekranet. Hapini ekranet të nxjerrim letrat. Edhe pardje ja thash Osman Stafës, hapni ekranet i thash. Hapni ekranet. Tani me që këta nuk duan ekranet se Osmani dihet që po pra pikërisht pra. Pikërisht pra, me që unë e di që Osmani nuk është person që vendos kujt ja hapi ekranin dhe kujt jo, atëherë le të hapet një ekran publik, e të shikojmë aty dhe nuk ka nevojë të presim shtatorin. Ti je i sigurt që nëse hapet një ekran nesër, fillimi i shtatorit i gjen të tërë në burg këta. Edhe Altin Dumanin e Klodian Braun të parët. Po duket sikur ka një sulm online, ku diun, për këtë Altin Dumanin. Besoj e ke parë këtë? Unë kam parë që Altin Dumani është kallëzuar nga një biznesmen, mos gaboj,
i cili pretendon se Altin Dumani ka ruajtur një standard ndryshe nga ai standard që ka Italia. Tani, kjo për mua është akoma një gjë e dyshimt. Domethënë, jo detyrimisht Altin Dumani ka bërë krim në rastin konkret. Sepse këtë duhet ta studiojnë njerëzit që merren me drejtësinë kushtetuese. Domethënë, me të drejtat e njeriut dhe se si ato praktikohen. Edhe me sa pash unë. Për çfarë bëhet fjalë, për çfarë kallëzimi është? Kallëzimi është kështu. Altin Dumani ka marrë ato të dhenat Sky Encrochat që janë ato, dhe i ka marrë për të mirë qena. Ndërsa pala që është akuzuar nga Altin Dumani, domethënë pala e në rastin konkret e dëmtuar sipas atyre, apo e pa ditur nga Dumani, thotë që ne kemi të drejtën të kontrollojmë burimin e provës. Dhe unë e quaj të drejtë këtë. Domethënë, nuk duhet t'i ndalohet të paditurit, si shtash për shembull në rastin e Erion Velias. Nuk mund t'i ndalosh të dëmtuarit apo të paditurit që të kërkoj të bëhet transparencë. Transparenca është e domosdoshme. Qofse flet në një krah apo në një krah tjetër, s'ka rëndësi. Duhet të bëhet transparencë. Dhe me sa duket, këtu është ajo që ka çaluar Altin Dumani, domethënë me sa duket ai duke u mbështetur te sekreti hetimor, ka kërkuar që çështja të mbetet e mbyllur në duart të prokurorisë. E kupton? Domethënë ky është një debat i ligjit procedurial që por a ekziston mundësia këtu që Altin Dumani ta marrë si sulm personal ose politik këtë, siç ka pala tjetër po kërkon? Dëgjoj, unë besoj që ky nuk është sulm politik. Besoj unë, pastaj se çfarë mendon Altin Dumani, kjo është punë e tij. Nga ana tjetër, sako që ai nuk bën fshehje të akteve në kuptimin e dosjes në tërësi, e kupton? Sako që ai nuk manipulon aktet, sako që ai nuk nuk mashtron publikun me deklarata nëpër media e tjera kundër personit që është i dëmtuar apo që është i kallëzuar prej tij, këtu nuk ka vepër penale. Vepër penale ka kur prokurori apo gjyqtari fsheh aktet, e anashkalon komplet, bën propagandë për të mbrojtur veten në media në kundërshtim me atë që thot dosja, e kupton, edhe kështu veprime, këto janë veprime kriminale. Në rast të kundërt, në rast se Altin Dumani mendon se ai ka ca prova, e kupton? Provat i kanë sipas tij, sepse kështu mendojnë këta, se na erdhi nga jashtë edhe është e pikuar nga qielli. Me që ju ka ardhur nga Franca apo nga Italia s'ka rëndësi, ai mendon se duhet jenë të sakta dhe nuk i le palës së dëmtuar, në rastin konkret të akuzuarit, që të mbrohet, që të shikojë, dale, çka kam bërë unë? Nga ka ardhur kjo? Mirë, po në fakt ky është një standard i dyfish që sekreti hetimor është sekret hetimor. Po është sekret hetimor deri në momentin që veten gjykat. Po vajti gjykat nuk është me sekret hetimor. Dhe palambrojtëse nuk e di. Nuk mund të flas me saktësi çfarë ka palambrojtëse. Dhe për çfarë e akuzon tamam Altin Dumani. Po besa pas unë, çështja mbetet tek ajo që palës mbrojtëse nuk janë dhënë mundësitë që të shikoj dosjen, ose më saktë që të kërkoj burimin e dosjes, burimin e provës. E kupton? Është pak a shumë si rasti i Erion Velia që kërkon atë Nesti Angonin. E kupton? Dhe ju thot atyre, ore, nga doli ky, kush është ky? Domethënë është një çështje më shumë interpretimi ligjor në kuptimin e procedurës, se sa një fakt me të vërtet penal. Edhe rasti konkret, si që cek e ti dhe e ke ceku gjithmonë, që tani do të vi një dosje nga jashtë, nga Francë ose nga përshkak të tyre. Po, nga do që tjetë. Kjo është le të themi një lloj influencë jashtë me lloj pushtimi. Shiko. Se duhet dalë një temë tjetër prandaj. Edhe një herë. Pra nuk mund merret me qenë si të erdhi nga Franca ose nga Jo, s'duhet, në asnjë mënyrë. Në asnjë rast nuk merret me qenë. Dgjoj, në çdo rast qofse dosja vjen nga brenda, nga policia, nga prokuroria, nga do që vi, nga shërbimi informativ. Pala që është e dëmtuar apo që është akuzuar ka të drejtë mbrohet. Dhe të kërkoj, ore, më jep çik të shikojmë. Çfarë është? Kush është? E kupton? Okej. Dhe edhe një herë që ta sqarojmë, kjo në momentin që dosja ka mbaruar hetimin. Sepse gjatë gjithë kohës që çështja është në hetim, ti nuk ke të drejtë të kërkosh. Bile po ta përmend kështu si për rutinë,
Nicolas Sarkozy herën e parë është shkallëzuar dhe është gjykuar për këtë rast, që ai ka vajtur në gjykat dhe ka futur njeriu e tij për të marrë të dhëna nga don fshehurazi, se kështu i bie, nga gjykatësi që bën hetimet për të. E kupton? Edhe ja futën vetëm për këtë aty, fillimisht. Pastaj ai ka një mal me maskarallajën Ata kuris. nisa si lajm apo jo, po këto ditë ka qarkulluar një lajm që mendoj se vetëm ti mund të reagosh për këtë lajm, se ke reaguar edhe herë tjetër. Kam fjalën për këtë lajmin që polici italian që patrullojnë në Bregdetin e Durrësit. Ishte bërë një lajm që Ta them prapë nga e para unë. atë se çka ke thënë para sa kohësh. Do ta them prapë. Po ta them. Prandaj them që je nga të vetmi që e ke shprehur në një formë ndryshe që ndërkohë që mediat e nxjerrin si lajm bukur që shive na ka ardhur në ndihmë policia italiane patrullon në Bregdetin. Mediat i ke fjalën gazetarët. Gazetarët e Kazanit, të Legenit, të Çaçafit, të Dyshekut, të Berpis, të Gjirizit, të çfarë duash ti. Çfarë thot për ty kjo që kush? Policët italianë të patrullojnë në Bregdetin shqiptar ose në territorin shqiptar? Pse duhet patrullojnë? Pse duhet patrullojnë? S'ka policë Shqipëria? S'ka policë, ka në gjendje të jashtëzakonshme? Ka gjendje të jashtëzakonshme se mund të vinë ata. Nëse Shqipëria me të vërtet ndodhe në një gjendje emergjence, nëse prit, Shqipëria thonë se është shtuar shumë numri i turistëve Shqipëria dhe po mirë, le të jetë shtuar, po pastaj. Ç'a pastaj? Çfarë do thotë që një polic italian vjen patrullon ose ushtron detyrën e tij në Shqipëri? Unë për vete e shikoj si një mundësi për shtetin italian që të bëhet sa më i dukshëm, sa më imponent. E kupton? Në territorin shqiptar, ata gjithçka për mendimin tim. Dhe unë kam arsye të forta që e them këtë, ti e di, ata mundohen të imponojnë, mundohen të tregojnë që këtu jemi ne. Dhe ta përsëris për të 1.200.000 erën, ajo ulja në gjunjë e Edi Ramës këtu në këtë shesh ka pikërisht këtë kuptim. Që këtu sundojnë italianët. Këtë do të thot ai. Dhe sa kohë që shqiptarët nuk do të reagojnë, ata do të vazhdojnë, do ta përshkallëzojnë, siç e kanë përshkallëzuar. Ata filluan me merr një copë këtu e merr një copë atje, ngri një flamur këtu e ngri një flamur atje, në vende të papërshtatshme po flas, sepse këtu është sheshi i Skënderbej apo aty poshtë, që janë hotele, më thënë tash, le të ngrenë 1 milion flamuj, nuk la bëhet vonë. Ky është vendi shqiptarëve. Këtu sundon Shqipëria. E kupton? Të hynë të dalin këtu ka për shembull pafund turistë që vinë çdo ditë, çdo sekond, shqyqyr që kanë ardhur, mirë se të vinë. Nëse janë 10 milion sot, nesër inshallah qofshin 100 milion. S'na bëhet vonë. Shqipëria ka bukë. Po s'pati bukë importon. Po për çfarë vjen policia unë? Kodër t'i çon. Për të bërë dukshme. Për të bërë dukshme, për të imponuar. Jo për na imponuar ne, për t'u thënë të huajve që Italia sundon edhe këtu. Për t'u thënë gjermanëve, grekëve, serbëve, amerikanëve, tjera që shikojnë ne sundojmë këtu. Shqiptarët na duan shumë, na kanë xhan. Po, meqense dolën ke policia, kam një pyetje tjetër, nuk e di e ke ndjekë ngjarjen që në plazhin e Palasës pati disa të shtëna me armë atje, disa të rinj, thiten për emra ndryshëm. Edhe është denoncuar si gjë kjo, edhe ka shkuar policia, madje kanë dalë edhe filmime gjëra që janë bërë lajme që kanë hequr çorapet për të futur ky jahti, kjo gomone, kjo varka ku dion. Ç'do të thotë asgjë. Dhe kur kanë shkuar atje, s'kan gjetur as armë, asgjë. Kam mësuar dhe unë diçka nga mediat online që ka pasur një sherr, ka pasur edhe të shtëna me armë dhe unë nuk e shoh si gjë jashtëzakonshme, në kuptimin që gjëra që ndodhin nëpër Bregdete, në gjendje euforie, në gjendje qefi, ndonjëherë të rinë konfliktohen edhe për içazgjesi, i thon fjalës, dhe deri këtu nuk kanë ndonjë gjë jashtëzakonshme. Fakti që ka policia ka ndryrë nuk ka gjë jashtëzakonshme, policia bën detyrën e vet. Është e detyruar. Po s'kan gjetur armë. Po pse gjë jashtëzakonshme është që ata të kenë flakur armë? Mos ndërhyrja në kohë e policisë. Prapë s'është një gjë jashtëzakonshme se kemi parë. Unë në përgjithësi
asnjëherë nuk, domethënë në përgjithësi kam konstatuar që policia vjen në vendngjarje. Problemi është ç'a ndodh më pas. Se është praktike Pra, punës. një analistë tënde do doja unë në raste konkret, si është e, pra, në gjithë këto lëvizje që ke parë, ke mësuar nga media, Po që shtin me armë ato, shkon policia, nuk gjen armën, Nuk është gjë e jashtëzakonshme. nuk ka një gisht policia, le të themi, pra, në këtë mes, të do e thoja. Edhe sikur të ketë gisht, e kupton, fati mirë që me sa di unë, nuk ka pasur viktima, Jo. as nuk ka pasur me të vërtet të lënduar seriozisht, jo. nuk ka pasur të plagosur me fjalë. Dhe deri këtu, nga një anë po ta shikosh, është më mirë që të mos i shtysh gjërat. Në që kuptim. Po se nëse nesër për shembull dënohet njëri prej atyre, ndërkohë që s'ka ndodhur gjë serioze, nuk ka ndodhur plagosur, nuk ka ndodhur vrasje, Po? këto shpesh bën burim për vazhdimsi konflikti. E kupton? Nga ana tjetër ti do thuash po s'kan gjetur gjë, po s'kan gjetur se është e thjesht për ta zhdukur një armë, ta hedhur në det edhe më Po thet. mirë, këtu Dhe edhe për faktin tjetër që mediat e ngren si alarmante që policët kanë vajtur atje dhe kanë hequr çorapet. Sepse i zoti jatit i kanë thënë kështu. Mos harroni që jati është shtëpi, Jahti është njësoj si shtëpia. Po. Nuk e të drejtë futesh fare. Nuk e të drejtë futesh. Përveç se po të kesh urdhër gjykate apo urdhër prokurorie, nuk futesh dot në një jaht. Nuk futesh dot në shtëpinë e tjetrit. Nuk futesh dot në makinën e tjetrit. Mund t'i thosh atij dil për jashtë, po të futesh brenda nuk futesh dot. tu shohim dy qasje të ndryshme të Nuk si kuptove. vepron policia. Unë nuk Policia të zhvesht mes rrugës për i kontroll rutin, Po, të pra, hap aty të fliqë, dale. edhe kjo është kundralishme. Po, Ndërkohë që atje në rasti konkret atje ka hiq breket edhe çorapet edhe ka Sepse- hyrë atje. mirë. Se varet kush ka qenë ke jati që i ka hiq breket policisë. Atëre, Se edhe këtë do t'i themi edhe këtë gjëra. Jo, ne do unë po themi qëndroj korrekt atyre se shka po janë thënë në media. Ne do themi, i kemi thënë dhe do t'i themi Se ishin disa njerëz ata, nuk ishin njerëz të thjesht, njerëz të zakonshëm. Po, po, këtu tregon se sigurisht. si përgjigjet policia Që policia me ty, me mua dhe me njerëz të tjerë. Diskutohet që policia dhe në përgjithësi shteti mban gjithmonë anën e të fortit. Dhe para të fortit rigatitu, para atij që e shef të mbrojtur bën të fortin. Tregon arbut, thyen ligjet, thyen rregullat, nuk respektojnë njeriu, nuk marrin tamam pronën, domethënë atë provën që duhet marr. Kur më kanë dërguar lekët i me bie, para 5 vjetësh, ka ardhur policia në vendngjarje, pasi personi që ishte atje në sportelin e agjensisë Western Union, konstatoi që paratë ishin aty. Por atje dikush kishte shkruar, domethënë që të mos jepen paratë. Unë kam thirrur policin, ka ardhur policia, në rastin e parë policia është treguar shumë e ashpër me atë gocën, bile ka arritur deri atje ka thënë që më tregoj emrin ose të mora zvarr. Në sy tim. Mirë po, një të vajtur në komisariat, kur vajta unë filluan ta dredhin, edhe nuk e morën fare kallëzimin. E kthyen në raport me qëllim që të mos bëj arrestimin në flagrancë. Edhe sot e kësaj dite si janë dhënë ato para. Do të më larguan përfundimisht nga fëmijët, vetëm se doli një i fort, kush ishte? Edmond Leka. Bankieri. Pse s'bosh i fortë i Angel? Unë do bëhem i fort, jesh i sigurt. Dhe i fort për vërteti, se kur je Jo i i fortë si këta. Jo, kur je i fort me ligjin, atëre je me të vërtet i fort. Këta janë të fort vërteti. sa ko që ligji nuk funksionon. Prandaj unë kërkoj ato Kur do ekranet funksionojë më dalin. ky ligj më Angel? Ja, prandaj kërkoj unë ato ekranet atje, se njerëzit nuk e dinë të vërtetën. Ata lozin sepse fshihen pas gazetarëve të pavërtet, pas prokurorëve të pavërtet, pas policëve të pavërtet, pas gjyqtarëve të korruptuar, nga fillimi deri në fund. E kupton? Janë me gishta gjyqtarët që kanë mbetur akoma të pavarur. Dhe ata, pjesa tjetër mundohet që t'i minjanoj. Siç të thash unë ty, jo larg se dia apo vardi që të thash që 11 gjyqtarë janë korruptuar brenda sekondës. Ju kanë thënë ose mos jepni vendim fare, ose mos jepni vendim në favor të Angjelit, megjithëse i takon, sepse ne ju promovojmë, ju shpërblejmë. Direkt, ç'a bën ai? S'maje. E merr të rrogën 3 milionë gjysmë, tash e merr 6, e merr 7. Dy fishon rrogën, pse? Për të mos bërë detyrën. Praktikisht ata janë hajdut, janë pegmarrës. Kështu që do ta i tham me emra do t'i them në ekran, nuk do shesh. Nëse nuk reagojnë për atë ekranin që duhet vendosur që the pak më lart,
Nëse nuk ka një përgjigje, le të themi, ose një... Tani, unë kam besim që do ketë një përgjigje pozitive kjo. Dhe mba mend që ata të grupit drejtues kanë shprehur dhe ata interesin e tyre për këtë gjë. Po? Po. Shi. Do të thënë, ata kanë shprehur interesin që ajo fonia atje të jetë sa më e pastër, sa më e fuqishme etj. Dhe unë kam thënë fuqishme në mesazh. Edhe në mesazh, edhe në cilësi si foni. Po, që dëgjohet deri në Durrës. Që dëgjohet deri në Durrës, jo deri në Itali. Po. Dhe unë shtova këtë. Nxini ekranin atje. Ja ke thënë nga afër këtë gjë aty apo? E thash sot, do ta them nesër, ta thash dhe ty. Do ta thuaj vazhdimisht. Do ta them vazhdimisht. Sepse shapi nga sheqeri. Sepse fjala me të vërtet vret, po asgjë nuk vret më tepër se ajo që shikon. Se prova. E kupton? Kështu që ne do t'i vrasim me provën. U bë marrëveshja. Angelo, përshëndes, shihemi. Përshëndet.